Shpenzimet që kanë dalë ad hoc dhe në shfrytzu për propagandë, sikur puna e drënve kamikaz, për shembull, kesi me dërgu një raket dikun para dorë dhe ajo s'din ku ka me gjujt. Kështu që ne kemi po një këtë fushë tash. Jo se njerëz. Cila është faza e fundit? 4 milioner euro. Asnjë fjalë nuk ekziston që Kosova o rrezikon për servis. Në sektor të mbrojtjes nuk mjafton veç me gjujt parë në buxhet. Duhesh me ditë me shpenzu mençëm. Problemi nëse i shihni buxhetet për 4 vitet e fundit, sa ka qeverisë vetëvendosja, e shihni që ka bartje. Bartje të buxhetit, mos shpenzim bartje, mos shpenzim bartje, mos shpenzim bartje. Çka do të thotë kjo? Që nuk është shpenzu si duhet buxheti dhe që s'ka pas planifikime të reja, përveç atyre që plani i tranzicionit i ka parapo, nuk ka pas shpenzime të reja. Dhe shpenzimet që kanë dalë ad hoc dhe në shfrytzu për propagandë, sikur puna e drënve kamikaz, për shembull, janë shpenzime të pa planifikuar si duhet, sepse ne e dim shumë mirë që nëse nuk ka sistem, do më thonë, sistem të digitalizuar që mbledh informata dhe informon dronat se ku duhet me monitoru, ku duhet me sulmu, qysh duhet me u manipulu me ta, atëherë ato janë vetëm elemente fizike, si me dërgu një raket dikun para dorë dhe ajo s'din ku ka me gjujt. Kështu që ne kemi pas po një këtë fushë tash. Jo se njerëz, sepse ti po futesh në aspekte operative. Mirë, kaloj koha jote bes ta ndigjojmë 3 sekonda të tuaj ver. Kur po flitet te parat, po thotë i keni hudh para, veç një fakt. 2018-2020 janë harxhit vetëm 4 milion euro për sistemet armatime dhe municione. 2021-2025, 430 milion euro janë shpenzu nga qeveria për armatim, sistemet armatimi dhe pajisje. Pra, po bojnë fjalë, jo që kemi gjujt parët, po ekzistojnë në asetet e Ministrisë të Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë të Kosovës, pra në inventarin e tyre janë mund tani sistemet armatimit, municione dhe pajisje. Pse janë shpenzu? Pse janë shpenzu ma vonë e jo ma herët? Pse janë shpenzu para 2018-s? Pse janë shpenzu para 2018-s? Mas pari para 2018-s se kemi pas mandatin e ndruar. Jo, po flasim 2018 tek ne, nuk po. 2018 tek ne 2 vjet janë në pyetje. Në cilën fazë ka qenë FSK-ja? Po në fazën fillestare. Cila është faza e fundit? 4 milion euro. Lutem, kushdo që kish pas me qenë qeveri. Qyre, nëse doni me po çka ka bo vetëvendosja në sektorin e sigurisë së mbrojtjes, mjafton me po a ka bo në rishikim të ri sigurisë. Mjafton me lexu strategjinë e sigurisë kombëtare për cilën jo veç jemi anku, po kemi dhënë rekomandime ku do të korrigju. Mjafton me po për sigurisë, rishikim sektorit strategjik. Në rishikim as se keni përmend prej kujt rrezikohet Kosova. Në qatë dokument që po mburret kjo zonja, po mburret, merrë mend asnjë fjalë nuk ekziston që Kosova o rrezikon për servis. E tash çaj dokument? Ai dokument nuk është personali imi, është i 17 institucioneve të Republikës Kosovës. Po thirrë shumë na. Thirrë pse është rishikimi i vetëm që ka pasur Kosova. Rishikimi që ka qenë faktikisht. Se keni bën një tjetër. Po jo, se keni bën. Bos shkofit po planifikoni mandatin e ardhshëm. Ju keni qenë qeveri që 5 vjet. A keni bën një rishikim të ri? Fjala e Ahmet